Bato i Desidiatëve, udhëheqësi i lirë që sfidoi perandorinë romake. Roma, një emër që për shumë kohë nuk ishte thjesht një qytet, por një ide. Ideja e pushtetit absolut. Një perandori që shtrihej nga brigjet e Britanisë në veri deri në rërat e Egjiptit në jug, nga Iberia në perëndim deri në kufijtë e lindjes. Kudo ku shkonin legionet romake, renditja e botës ndryshonte. Ata nuk ishin thjesht ushtarë, ishin një sistem, disiplinë, strategji, organizim. Një makineri që rrallë herë ndali. Dhe me kalimin e kohës, kjo krijoi një perceptim se Roma ishte e pamposhtur, se çdo popull që i dilte përpara, herët avonin do të përkulej. Por historia ka një mënyrë të çuditshme për të sfiduar bindjet tona. Sepse edhe në momentet kur një fuqi duket absolute, diku lind rezistenca. Jo gjithmonë nga perandori të tjera, jo gjithmonë nga ushtri të mëdha, por nga njerëz që refuzojnë të përkulen. Dhe në një cep të Ballkanit, në tokat e ashpra ilire, lindi një rebelim që do ta detyronte Romën të ndalej. Dhe në krye të tij ishte një emër që sot rrallë përmendet: Bato i Desidiatëve. Në fillim të shekullit parë pas Krishtit, Roma nuk ishte thjesht e fuqishme, ajo ishte e stabilizuar. Perandori Octavian Augustus kishte vendosur rend pas dekadave të luftrave civile. Sistemi administrativ funksiononte. Ushtria ishte e organizuar në mënyrë perfekte. Por çdo perandori ka një ligj të pashkruar. Sa më shumë rritet, aq më shumë kërkon. Roma kishte nevojë për burime të vazhdueshme, për taksa, për njerëz, për kontroll. Dhe këto kërkesa nuk ishin gjithmonë të lehta për popujt që jetonin në sundimin e saj, sidomos për ata që nuk ishin mësuar me të. Në tokat që sot përfshin Shqipërinë dhe shtrihen më gjerë në Ballkan, jetonin ilirët. Një popull i ndarë në shumë fise, pa një qendër të vetme politike, pa një mbret të vetëm, por me një gjë të përbashkët, një ndjenjë të fortë pavarësie. Ilirët nuk jetonin sipas ligjeve të Romës, ata jetonin sipas rregullave të tyre. Terreni i tyre ishte i ashpër, male, lugina, territori që nuk ishin të lehta për t'u kontrolluar. Roma arriti t'i pushtoi këto zona, por nuk arriti kur t'i kontrolloi plotësisht, sepse pushtimi është një gjë, por nënshtrimi është diçka tjetër. Në vitin 6 pas Krishtit, situata arriti në pikën kritike. Roma vendosi të rekrutojë ilirët në masë për një fushatë ushtarake në lindje. Për ilirët kjo ishte pika e fundit. Ata nuk ishin thjesht një burim njerëzish për luftrat e Romës. Ata kishin tokën e tyre, familjet e tyre, jetën e tyre. Dhe kur kjo u kërcënua, ata reaguan. Rebelimi shpërtheu, jo si një revoltë spontane, por si një lëvizje organizuar. Dhe në krye të këtij momenti historik, del në skenë një figurë që do të bëhej simboli kësaj lufte: Bato i Desidiatëve. Ai nuk ishte një aristokrat, nuk ishte një figurë e imponuar nga Roma. Ai ishte një lider që vinte nga populli. Dhe kjo ishte forca e tij. Ai arriti të bëjë diçka që ndryshoi rrjedhën e luftës, të bashkoi fise që zakonisht nuk bashkëpunonin. Kjo ishte pika e vërtetë e rrezikut për Romën, sepse për herë të parë ajo nuk po përballej me rebelime të shpërndara, por me një kryengritje të koordinuar. Dhe kjo kryengritje nuk ishte e vogël. Sipas historianit romak Velleius Paterculus, forcat e Batos arritën për masat jashtëzakonshme, deri në 200.000 këmbësor dhe rreth 9.000 kalorës. Edhe nëse këto shifra mund të jenë të egzageruara, ato tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Ky nuk ishte një rebelim i zakonshëm, ishte një mobilizim masiv, një popull i tërë në armë. Kjo ishte arsyeja pse Roma e konsideronte këtë luftë si një kërcënim serioz. Madje, disa historianë e përshkruajnë si kërcënimin më të madh për Romën pas Hannibalit. Bato nuk u përpoq të imitonte Romën. Ai e dinte që nuk mund të fitonte në një betejë të hapur. Prandaj ndryshoi rregullat. Ilirët luftuan në mënyrën e tyre, sulmet shpejta, prit në male, lëvizje të paparashikueshme. Ishte një luftë që sot do ta quanim
asimetrike. Dhe kjo funksionoi, sepse Roma ishte e fortë në organizim, por më e ngadalt në reagim. Roma nuk mund ta ignoronte këtë. Perandori Augustus reagoi dhe dërgoi një nga komandantët më të besuar, Tiberin. Ai solli disiplinën romake, strategjinë romake dhe mbi të gjitha kohën, sepse Roma nuk luftonte vetëm për të fituar. Ajo luftonte për të lodhur armikun. Dhe kjo luftë zgjati vite. Kjo ishte ajo që e bëri të veçantë, sepse Roma ishte mësuar të fitonte shpejt, por jo këtë herë. Çdo ditë që kalonte, ishte një kujtesë se kjo nuk ishte një luftë normale. Por çdo kryengritje ka një dobësi, unitetin. Një tjetër udhëheqës i lirë, Bato i Breukëve, u dorëzua dhe më pas tradhtoi. Kjo ishte goditja më e rëndë, sepse nga ai moment, lufta filloi të shëmbet nga brenda. Me kalimin e kohës, Roma fitoi kontrollin. Rebelimi u shua dhe në fund, Bato u kap. Roma fitoi, por jo pa kosto. Kur romakët e pyetën pse u rebeluat, ai u përgjigj, sepse ju dërgoni ujqër për të ruajtur delet. Një fjali, por që spjegon gjithçka. Roma fitoi, por historia nuk është vetëm për fituesit, sepse perendorit kalojnë, por rezistenca mbetet. Bato nuk erëzoi Romën, por ai bëri diçka tjetër, e sfidoi. Dhe ndonjëherë, kjo është më e rëndësishme se fitoria. Sepse në një botë ku fuqia duket absolute, gjithmonë ekziston dikush që reziston. Por historia nuk mbaron këtu, sepse historia nuk është vetëm ajo që shkruhet nga fituesit, por edhe ajo që mbjeton në heshtje. Në tokat ku ndodhi kjo luftë, në këto male të ashpra, jetuan ilirët, një popull pa një perandori të madhe, pa monumente që sfidojnë kohën në çdo cep të botës, por me diçka tjetër. Me një ndjenjë të thellë lirie, me një karakter që nuk përkulet lehtë, me një mënyrë jetese që nuk zhduket edhe kur përballet me perandori. Dhe shumë studiues besojnë se gjurmët e tyre vazhdojnë ende sot, në gjuhë, në kulturë, në mënyrën si e rezistojmë kohës. Ne nuk mund të themi me siguri absolute, por mund të ndjejmë se historia jonë nuk fillon sot, sepse emrat ndryshojnë, perandorit bien, hartat të rishkruen, por diçka mbetet. Faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim historik. Për më shumë kontent intelektual, mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në episodin e radhës.